të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe për kundër faktit se njeriu është krijesë e vlefshme dhe ka potencial të madh, megjithatë ai prapë mbetet krijesë e dobët, e cila në vazhdimsi ka nevojë për mbështetje në Zot dhe për ndihmën e Tij. Asnjë krijesë në jetën e kësaj bote nuk është e pavarur prej Zotit të Madhërisht, dhe s'ka mundësi asnjëra prej tyre me realizu qëllimin e jetës, qoftë edhe një sekond të vetëm. Jeta në përgjithësi është projekt i Zotit të Madhërisht. E njeriu është një copës e vogël e këtij projekti të madh, i cili s'ka mundësi të mbijeton pa lejen e Zotit të Madhërisht dhe pa mbështetjen në Zotin e Madhërisht. Të ndershëm vëllezër besimtar, në përmbyllje të temës kriteret e jetës, sot me lejen e Zotit të Madhërisht do ta përfundojmë këtë temë me një prej kritereve shumë të rëndësishme që secili prej nesh duhet me pas me veti në jetën e kësaj bote për mi arrit qëllimet e mira të jetës. Aja ka të bëjmë me mbështetja në Zotin e Madhërisht. Vëllezër të dashur, ju që e keni përcjellë në vazhdimsi kronikën e kësaj teme, kena përmend shkaqe të ndryshme, kritere të ndryshme të jetës, të cilat lidhen njëra me tjetrën. Dhe qëllimisht e kam lënë të fundit këtë kriter që ka të bëjë me mbështetjen në Zot. E dini pse ka të bëjë kjo? Ky kriter është i rëndësishëm për një jetë. Sepse shumë njerëz këtë dunja dështojnë kur e përjashtojnë mbështetjen në Zotin e Madhërisht. Ndoshta i ka bërë punë të mira, i ka marrë shkaqet, e ka kryer përgjegjësinë për çka është ngarku. Dhe megjithatë të nesërmën ka dështu. Pse? Sepse s'ja kam su mbështet në Zotin e Madhërisht. E gjërat të cilat nuk mbështeten në Zotin e Madhërisht nuk kanë mundësi me qenë të suksesshme. Sepse mbështetja në Zotin e Madhërisht është preambula nga cila nisen sukseset në jetën e kësaj bote. Dhe ku e kemi fjalën këtu të dashur vëllezër, historia na ka thënë plot shembuj të ndryshëm se çka do të thonë me mbështet në Zotin dhe çka do të thotë mos më mbështet në Zotin. Për shembull, po e marr një shembull thjesht dhe do dalë me të një shumë interesant. Ke pa në jetën e kësaj bote dy persona shembull e levrojnë të njëjtën armë, njëjtin vend. Edhe mbjellin të njëjtën farë. Dhe njëri thotë, unë e kryeta emanetin tem, tash po mbështetna në Zotin dhe Zoti e din çka bën me punën tem. Dhe tjetri me kanë arrogant me thonë, unë e mbjella arën dhe s'ka çare pa bin. Ky don mi prek kufit e Zotit Madhërisht. Ky mendon se edhe Zoti ka hak këtina. A nuk e din se vjen pranvera? Ndoshta një ditë para se me korr grunin, Allahu jep urdhër dhe më i vogël i fëmijë lagjës e gjek dhe ti s'u merr në veti. Pse? Sepse askush nuk sfidon Zotin e Madhërisht. E di çka do të thonë nëse thu kështu, unë e kam bë punën s'ka çare pa u bë. Pse a ke njëtin dhe me atë grunë dhe me pritur rita? Ti e ke gjujt. Allahu na tha në Kur'an, e ka mësuar njeriu në Adem njëherë parë, gjuje farën në tokë. Mbështetun Zotin e Madhërisht, e pasaj unë e prej një kokre gruni i baj 700, ose për një kalamoqit 700 e ma shumë. Që në statistik flitet, Kurani ka përmend këta. Ama Allahu e ban. Ti e ke kry punën tënde pak si njeri. Ama ka ndash më mbështet në Zotin e Madhërisht. Sepse vëllezër të dashur, dhe ju rini e nderuar, mbështetja në Zotin e Madhërisht të pamundurën e ban të mundur, të largëtën e ban të afërt. Edhe sfidën sa do me kanë ran, mbështetja në Zotin e Madhërisht me leton. Edhe përshpejton procesin me dal për krizës. Nëse ti realisht mbështetesh në Allahun xhelle xhelalu. Që një shembull çka mbështetja në Zotin.
Nuhi a.s. Allah i thot maru anijen. Mirë po anijen që ka maru Nuhi vlezër, a që kanë e thjesht, a që thjesht u kanë, sa që si pas krejt statistikave, studimeve që i bojnë inxinjeria, një lumë më i vogël i cili do qytet e kish fundosë. Se o kanë e dopt anija. Nuhi e maroj anijen, me lene Zotë Madhrishëm, me disë shkretinës. Edhe Allah u tha tash nisu. Qysh më nisë o Zotë? Tha hyp në ta, edhe thuj Bismillahi me gjraha, në emrin Allah që lëviz gjithë shka. Edhe thuj ju mbështet ati që s'des kur, Allah xhallahu ala. Edhe hyp në ujnë ani me këtë dua, i mbështetën e Zotin e Madhrishëm. Pastaj ngritet uji prej tokës, del prej tokë dhe pëqilët. Dhe Allahu xhallahu ala tha wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. E pastaj thot aja lundronte në deti që dallgët e detit e mrishin majën më të lartë të tokës të asaj kohe që ka qenë kodra xhudi. Edhe aja lundronte. E kundërta kësaj e marun këtë inxhinjerët Titanikun. Gjermane, franceze, amerikane, kuj dishka arabe, egyptas në taj, kuj dishka, inxhinjer. Edhe kur e marun Titanikun, thanë, asë Zoti së në prapton. Një akëll, një metër me një metër e ka fundosë. Sa i mendoj që Londron, e ka mendoj që detin ka krijuaj. Njeri thjesht. S'ban matematikat një jetë kështu, o gjematin dërshë. O vlezër, jeta është projekti Allahu xhallahu ala, nëse shkputesh pe Zotit, në bërtanin dështon. Nëse mendon që ki forcë dhe ki mençuri, me kalu qoftë 1 minutë pa mbështetjen e Zotit, dështon minutën e parë. Sepse funi fundit ti je pronari Allahu xhallahu ala, edhe shpirti jo pronari. Është pronësi Zotit Madhrishëm. Veç pak vjen urni Allahut edhe as 1 milimetër së lëviz. Për këtë arsye mbështetja në Zot është prej parimeve fundamentale të besimit tonë. Dhe na mbështetemi në Zot. E kryemi punën shka dina dhe shka muna me bë. Edhe në fund tonë o Zot, unë ta lash çështën në dorë ty. Unë ty do mbështeta. Unë e bana sa munda punën tem, por unë mbështeta në fuqinë tënde, në ata që nuk e di. Në ata që ti ke caktuar të ardhmen, mendoj që ti vetëm ti ke prektu. Pra vëllezër, mbështetja në Zotin e Madhrishëm është preambull për cilës niset njeriu në jetën e kësaj bote. Dhe çfarë do të thonë mbështetja në Zotin e Madhrishëm? Do të thotë që nëse këto argumentet janë kundër, edhe ti ki bindje se çaja e kundër ta bëhet pro, ç'ka mbështetja, shkolla më e lartë e mbështetjes në Zotin e Madhrishëm. Janë një shembull thjesht vëllezër, që ka ndodhur me pejgamberin e Allahut xhallahu ala. Allahu i tha Musës a.s. Meri tha këto popullin tanë, edhe i këtha në mëngjes në detin e Kuç atje, po në Egjipt. Tha se kime kalu detin. Ato as anija, as not, as dhe afrohen në trap të detit. Njerëzit e dopt i tha no Musa, qysh kalojmë në tasht? Ushtria e Firaunit në njek mrapa, deti shumë i madh, qysh dalmi? Ku mbështetemi tha na? Musa, sa i qëte pejgamberi Allahut, ai me lejnë Allahut e në shoj Egjiptin. Tha kella inna ma'i rabbi. Tha kur se si nuk dështojmë. Tha se unë jam mbështet Allahut, në Allahun, ai më ka thonë në ardhë. Edhe kur afrohen rreth detit, Allah thot Musës, e tash më shoj detit me shkop. Dhe Allahu tha, ketawdil adhim, është një term shkend që përdoret në Kur'ani, qysh është e mundshme më ndal valët e detit dhe më bë si kodra. Është në oceanetik diskutohet një argument. Allah e ka përmend Kur'an dhe bën si kodra, valët dhe ky ka përsen për rreti. Hec në përdeti. Dhe kur del atje thot Allahut, po i mshoj me shkop ta kthej shukan. Allahu tha jo. Pse? Tha se unë ku t'ja pur dhe kjo bashkohet, jo ku dush ti.
Tha ka me ardhë Firauni dhe me pa mrekullin tem. Edhe erë Firauni dhe midis rrugës, midis detit ju qenë rruga, deri më rrimin e thellësitë të detit. E ku më rrimin thellësitë e detit, Allahu dha tash, kjo kanë caktimi jam që kjo këtu me dhanë fund, me marë fund jetë ati. Edhe urdhë detit bashkohet. Dhe kjo tha i besoj Zotit të Musës. Allahu tha vënd tash. Jem bështet në pasuri, s'të banë më dobi pasuria. Jem bështet në ushtri me këtë ushtri në përfundosësh. Jem bështet në pushtet, përfundoj pushteti ytë, dhe dhe të mbet argument për ata që vinë pas teje, se kush kalkulan pa Zotin e Madhërisht kam i dalë gabim matematika. Kush e kam sy kësaj jete pa mbështetjen në Zot, do del i dështuar prej se bote. Vëllezërit e dashur, edhe një shembull të thjesht të mbështetjes në Zot. Sepse kjo është temë e gjanë, po shkak për mbylljes po i çoj këto mesazhe. Ibrahimin a.s. kur e gjujtë në zjarm. Edhe ata që e kanë gjujtë në zjarm kanë qenë familja ti, baba i ti. Thuhet në atë kohë e kanë kallë një zjarm të madh sa që as shpend s'u kanë fluturuar. Edhe lidhen Ibrahimin e gjujnë zjarm, me gjujnë zjarm. I thot familja vet, do të gjegë zjarmi, do të bëhen shkrum. Fa Allahu më ka thonë nuk gjegë. Edhe pse ka kriju Allahu zjarm me gjegë. Edhe e gjujnë zjarm. Allahu thanë në Kur'an wa kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Na e thamë zjarmit Allahu po thënë në Kur'an ftohu. Kuni bardan, bëj ftoft dhe mos e gjej Ibrahimin. Edhe i panë mrekullit Allahu xhallahu ala. Dhe kur e nxjerrin Ibrahimin se sugjeke, i thanë çka bajshe ti këtë moment? Tha kur gjave që u dorëzova Zotit. A i më tha kush më bështetën mu, s'ka problem kush e kundra. E kush në bështetën mu, s'ka më rëndësi sa ki forës ti. Se të përbala Allahu xhallahu ala të gjithë të shtunë. Dhe zë më ka bë përshtypje një argument shumë i thjeshtë njerëzve thjesht në jetën e bote. Pas ka qenë një plagë dhe i thojnë, o filan thot, po bajnë keni krize madhe, edhe tha njerëzit s'kishin me pas bukë. Tha ponë se kam këtë dert. E tha qëfar derti ki ti? Tha Allahu më ka thonë mbështet të tin mu, e unë e kam përsi për riskin tanë. Tha unë e kam dert shumë mbështet në Zotin, e pasaj për ris nuk kam më rëndësi. Sepse ai i cili më ka kriju, e ju kam mbështet ati, ai nuk tradhon dora jote, mendja jote, njerëzt. Por Allahu xhallahu ala, kush i ka rënë në prehën Allahut, ai gjithmonë fitimtar. Kush e ka lënë çështjen dorë Zotit Madhërisht gjithmonë del fitimtar për situatës dhe për gjërave me cilat mund të sprovohet në jetën e bote. Unë këtu po përfundoj këtë ders, këtë mesazh të shkurtër, duke lutur Zotin e Madhërisht që na përforcon besimin, të na afron afër Tij dhe të na mundson që të mbështetemi në ata i cili s'ka fillim dhe s'ka mbarim, dhe në i cili si përfundon pushteti, ajo është Allahu xhallahu ala, sepse jeta e kësaj bote është projekti i Allahut subhanahu wa taala, e njeriu është një copës e vogël e këtij projekti që s'ka mundësi t'ia del pa Zotin e Madhërisht. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.